Pas 16 vitesh binjekëzimi mes Bashkisë së Tiranës dhe Bashkisë së Bursës në Turqi, u bë takimi i parë për të njohur zhvillimin dhe shtuar shkëmbimet e eksperiencave mes këtyre dy qyteteve. Ky takim na njohu me këtë vend të zhvilluar dhe mjaft të dashur, ku prania e shumë shqiptarëve na ngrohtë dhe na bëri të zbulojmë më shumë për këtë zonë, sa pranë me shqiptarët, aq edhe larg gjeografikisht. Ndodhemi në bursën e 3 milion banorëve, ku 800.000 prej tyre janë shqiptar, ndërkohë që 300.000 flasin gjuhë shqipe. Këta shqiptarë që jetojnë këtu në bursë ndihen mjaft të kënaqur me të gjitha kushtet, ndërkohë që kanë mall për vendin e tyre. Kryetari i Bashkisë së Bursës na mirëpriti edhe ai është një shqiptar nga Shkupi, ndërkohë që bursa dhe të gjithë shqiptarët të mirëpresin në familjet e tyre. Bursa është qyteti ku 70% e banorëve janë të ardhur, shumica nga vendet ballkanike. Harmonia dhe bashkëtesa mes kombësive të ndryshme shprehet qartë jo vetëm në komunitet, por edhe në familje, pasi vizitat janë të përhershme me raste festash. Shqiptarët e Bursës jetojnë në disa mahalla, ku pas largimit të gjyshërve të tyre nga Maqedonia dhe Kosova, dhe kryesisht nga Shkupi dhe nga Kumanova, kanë mundur të marrin dhe mjaft familjar të tjerë. Turqit bashkëpunojnë dhe i duan mjaft shqiptarët, pasi ngjajnë shumë në zakone, por edhe historia qindrevjeçare nuk mund të zhbëhet lehtë. Shqiptarët në bursa ishin nga do, mjafton të komunikosh pak në gjuhën shqipe dhe ata të afrohen duke të prezantuar dhe shprehur dëshirën për të shkëmbyer disa fjalë me një vëlla nga Shqipëria. Për pak çaste, ne jemi ura lidhse me vendi ku prej kohësh kanë humbur kontaktet apo nuk kanë mundur ta vizitojnë shpesh. Shoqata Vatani e Bursës, e cila është e themeluar nga shqiptar, improvizoi një spektakël me muzikë dhe valle shqiptare, por edhe me ato të Bursës, për të mirëpritur mysafirët. Yeni aynı mirë. Vatan Spor Kulüp Başkanı Selam Sultansu, nona pe Kosovës, Gilanit, babën pe Shkupit, ki, kryetari shoqatit, po. Bashkia e Bursës drejtohet nga një kryebashkiak me origjinë shqiptare, por ai preferon të jetë më diplomat, duke deklaruar se është pak nga të gjithë vendet e Ballkanit. Bursa është qyteti industrial i dytë më i zhvilluar pas Stambollit dhe i katërti për nga madhësia. Buxheti i kësaj bashkie në një vit është më shumë se $1 miliard, ndërsa eksporti vjetor kap shifrat e $20 miliardëve. Në këtë qytet gjen të gjitha llojet e transportit, që nga hidroplani, helikopteri taksi që mund të lëvizësh në të gjithë Turqinë, ferri gotje deri te tramvaj, metro dhe teleferiku 8.5 km i gjatë. Bursa është për qytet i kulturës dhe historisë osmane, që është formuar para gati 800 vitesh. Gjatë pritjes që kryebashkiaku Altepe na bëri, ai kërkoi më shumë bashkëpunim dhe dëshiroi që Shqipëria të kthehet në një vend prodhues sa më shpejt. Evet, özellikle tabii ki Bursa'mız. Bursa është një kryeqytet i kulturës dhe i historisë, pasi kemi edhe shumë vlera të përbashkëta me Ballkanin. Bursa është i rëndësishëm edhe për nga banorët, që ka pasi kemi rreth 70-80% banor të ardhur nga vendet ballkanike. Pra gjyshër dhe kemi të ardhur nga Ballkani, ndërsa ne jemi të lindur këtu. Besojmë që vendet ballkanike, sidomos edhe Shqipëria si vend vëlla me Turqinë, mendojmë që duhet jenë sa më afër. Bursa dhe Stambolli mendojmë që janë dy qytetet që janë më afër me Shqipërinë dhe duhet të kenë bashkëpunime të vazhdueshme. Zhvillimi i vendeve ballkanike, sidomos i Shqipërisë, është shumë i rëndësishëm. Për ne është e rëndësishme që këto shtete dhe Shqipëria të vinë në një pozicion prodhues tashmë. Stabiliteti dhe paqja në Ballkan na lumturon edhe ne. Nëse jeni ju të lumtur, do jemi edhe ne të lumtur. Do keni mbështetjen tonë për çdo gjë, nëse vetëm mjafton të dimë se për ku duhet të kontribuojmë. Mendoj që do të jetë një fillim i punimeve të mbara. Fakti që ka kaq shumë shqiptar, por nuk ka kurse për gjuhën shqipe apo futjen e një gjuhë alternative në këtë qytet, kryebashkiaku na u përgjigj. Her konuda şey var zaten. Kemi kërkesa që janë drejtuar Ministrisë së Arsimit, edhe po vlerësohen tani.
Për të dëshmuar se gjua shqipe po përpërlitet në mbijetesë në këtë qytet, një familje shqiptare na hapi derën. Familja Kurtullushi nga Kumanova asgjë nuk kishte humbur nga të parët e tyre, por keqardhjen më të madhe e kishin se kjo gjuhë nuk po përdoren nga të rinjt, megjithse e kuptonin shumë mirë atë. Që në hyre një parull naftonte, mirë se erdhët, ndërsa dele më i vogël i kësaj familje ishte veshur kuqezi. Shukrani, gruaja e shtëpisë, na tregon se si kanë ruajtur traditat dhe si jetojnë shqiptarët në Bursa. Megjithse vetë ka ardhur 2 vjeçe, ajo e flet gjuhën shqipe shumë mirë. 55-ën unë e kam le, 57-ën kish mjarë. Unë e 2 vjetë si kish na pas bile. Qaq, piskupit, pinerezit, unë e nerez kam le. Të shpia Shqip, u martova Shqip, Kumanovës ato jam. Na Shkupit, Nerezit, burin Kumanovës. Ajni, gatumet, flijat, kajmacinat, krejt ajni kemi. Nisoj. Shqip me burin foli, me cult jo. Kejt marin vesht, sëm po folin. Qere më të rejme e vogla, kejt merë vesht, ama sëm fol. Eri shqiptar, na ma shumë Kumanovës jemi malë. Pi Kumanove burje. Ma shumë shqiptar. Po, qikën e madhe me shqiptar, voglën me shqiptar, motrat me shqiptar. Motrat janë, ku janë martu me shqiptar. E keni njerëz në Shqipëri? Po dojmë me shku, motra jeme e vogla që ashtu po thot. Shkojmë Shqipni, i dashtëm shumë ato. Sa ku keni pa? Shumë i dashtëm. Sa ku keni pa? Shumë jena pa shumë. Shumë pak jena pa, ma shumë i dashtëm. Su nerdhëm se vonë u gjenëm me ato. Shumë vonë, ma sa vjetve. Ndërsa bashkëshorti Xhemali ka lënë vendlindjen Kumanovën 5 vjeç për të vendosur përfundimisht në Bursa së bashku me shumë familjarë të tjerë. Ai tregon se shqiptarët nuk kanë pasur dhe as nuk kanë shkaktuar probleme në Turqi, ndërsa një merak e ka, humbjen e gjuhës shqipe pas largimit nga kjo jetë në familjen e tij, pasi ajo nuk është trashëguar. 1955 kemi ardhur na ka. Unë 5 vjet I kam pasur kur kam ardhur. Ama na kemi ardhur këtë Kumanovalik janë. Kumanovës, Mateqës, Klupçanit, Olizarës, këtë katunët janë mbledhën aty, e Shqipën e kemi përdorën shumë. Nona, baba, këtë Shqip ka folën, këtë kur dirishmi nga për Qajxanisa, Shqip kanë folën shumë. Ama tu hupën, gjem të ri, s'pe përdorin fort. Keni probleme ju këtu? Hiç kemi probleme. Shqiptar problem s'kanë qitën kur ka. Erën Turki, Shqiptari problem s'ka bon hiç, por kur gjonë. A keni njerëz ju akoma në Kumanovë? Kam dajën e kam pasën Rametlia mua, ka dekën nëse dajë, se gjem të dajë si kam unë atje. Keni shkuar e keni vizitë? Kam shku, bira para 3 muajve jam konë atje. Na si desme Shqipa u gërolla. Pi babës plak një cigarallëk më kishte me atën, një saati dishka. Që ato e dje. I ruan dhe sot? I kam sot. Hyseni, një tjetër shqiptar që ka lënë gjilanin e Kosovës në moshën 13 vjeçare, flet gjuhën shqipe dhe e shkruan atë, por duket se ka probleme me të kuptuarin. Ai është një inxhinier fizike me profesion, por merret dhe me tregti. Ky fakt e ka ndihmuar atë që ta vizitoj shpesh dhe vendlindjen dhe njerëzit atje. Nga ka ardhën, cili vend? Pi Gjilanit jo marë, pi Kosovës, pi Gjilanit. A që në Kosovë, katun jemi konë, katun Doborçan nështë e kini emnin, pi aty t'jemi ardhë, unë atyre 13 vjetë që jëmë konë, tonë këtu kom kënu edhe gjimnazin e kom kry këtu, fakultete e kom kry këtu, inxhinieri fizikës jëmë, me tregti jemi merë, shumë mirë kalome këtu. Mirë jemi, me punë mirë jemi, standardin na mirë e kemi. Na përpara kom rënu Zafer Mahalla, aty Mahalla shqiptarëve është, shti që 2 vjetë këtë Mahalla jemi. Shkruar shqip? Po, muj. Si ke mundur ta ruash, ti 13 vjeç ke qenë kur ka ardhur në Kosovë? Ama une aqe Kosovë, turqisht kom kënu, turqisht kom shkru. Ama une merak kom pak edhe Shqipën di, edhe Rusishën di, edhe me shkru, edhe me kënu di, ama me kuptu pak ma pak. Me shkru mirë di, edhe Shqip. Fëmijët atu flasin shqip? Po, pagës. Jom shku para 3 vjetë, jom shku para 10 vjetë, shkom qetë 3-4 herë jom konë Kosovë.
por nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Byreku tradicional dhe qumështori brenda pak minutave u bën nga gratë shqiptare të shtëpisë për t'na treguar se tradita shqiptare vazhdon edhe në qytetin e Bursës. Kam marrë me çarshaf, kështu kolberek, me gjisë. Ene nona, ene vera jeme. Unë e pi vjerës teme, pi nonës kam ditë, ere jam martu. Shqiptarët në Bursa që kanë emigruar prej vitesh, shuhen dhe si biznesmen të zot. Shoqata e biznesmenëve të Bursës Rumeli Said ka në përbërjet e saj mjaft shqiptar. Ata shprehen gatishmërinë për investime në Shqipëri, mjafton që të dinë se ku ka më shumë nevojë. Dëshiroj të na informoni për vende dhe fushat ku ka hapësira ku ne mund të investojmë. Shqipëria dhe shqiptarët kanë emër të mirë këtu, janë njerëz shumë të mirë dhe punëtorë. Ne gjithmonë krenojmë me ta. Ne preferojmë të punojmë me shqiptarë më shumë. Kemi ndihmuar edhe studentë ardhur nga Shqipëria, të cilët janë në Universitetin e Uludar në qytetin tonë, e kemi ndihmuar me dhënie bursash. Në Bursa ka dhe mjaft studentë shqiptar, të cilët në total kapin numrin 150. Denis Misku nga Tirana studion në Bursa. Edhe ai pranon se nuk e dinte në fillim që kishte kaq shumë shqiptar në këtë qytet, ndërsa mendon të kthehet të kontribuojë në vendin e tij pas studimeve të larta. Unë kam 3 vjet që jam këtu në Bursa, studioj për administrim biznesi. Si nga trevat e Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë, janë rreth 150 studenta që studiojnë këtu në Universitetin e Ulludas në Bursa. Si keni marrëdhëniet me turqit apo me tjerë kombësi këtu në Bursa? Edhe me turqit kemi marrëdhënie shumë të mira, na kanë pritur shumë mirë, qysh nga fillimi kur kemi ardhur këtu në Bursa, domethënë, njerëz shumë të gjak ngrohtë, shumë mikpritës, jemi shumë të kënaqur domethënë. Po me familjet shqiptare, di që ka shumë familje shqiptare këtu në Bursa, keni marrëdhënie kontakte, shkonin te këta? Po edhe me familje shqiptare vazhdimisht shkojmë, bëjmë vizita, takohemi, që edhe nesër pas nesër kur të kthehemi në vendet tona, që edhe me shqiptarët që janë këtu, të kemi marrëdhënie sa më të mira, domethënë, mos t'i humbim lidhjet dhe të vazhdojmë të jemi në kontakt, domethënë. Se në të vërtetë unë kur kam qenë në Shqipëri nuk e kam ditur, domethënë, që këtu në Turqi jetojnë kaq shumë shqiptar. Jam befasuar kur e kam marrë vesh të fakt, domethënë, dhe ndihem shumë i lumtur që kam pas mundësi të njihem dhe të kontaktoj me shqiptarët që jetojnë këtu në Bursë. Sa mendon se pas studimeve do të kthesh në Shqipëri të japësh kontribut në vendin tënd apo do të qëndrosh këtu në Bursa? Unë pas studimeve shpresoj që të kthehem dhe të jap kontributin për Shqipërinë. Gjithmonë e kam pasur të qëllim, domethënë, që para se të vi këtu. Dëshmia për praninë e shqiptarëve në Bursa vjen dhe nga një tjetër fshat i vogël turistik, pak kilometra larg Bursës. Aty ku ndërtimet e konservuara mirë në shekuj dhe kaldrëmet otomane, kombinuar me shërbimin dhe ushqimin të kthejnë pas në kohë. Ndodhemi në fshatin e vogël Xhumallak Pellëk, pak kilometra larg Bursës, një fshat i ndërtuar prej periudhës otomane që ruan arkitekturën dhe mjaft bukuri të tjera. Në këtë zonë jetojnë 10 deri në 15% shqiptar, ndërsa traditat dhe të gjitha mënyrat e shërbimit mbërmbaj kohën rreth 450 vjet më parë. Bursa ka shumë shqiptarëve, por edhe binjekzuar me Bashkinë e Tiranës, sill shembull për të ndjekur në zhvillimin e Shqipërisë dhe investuar në Tiranë në mjaft sektor me rëndësi.